përpjekja jonë është e vazhdueshme është që ne ta kemi një proces të votimit, emri e Albulena Haxhiut nuk është problemi. Ne si grup parlamentar, koalicion vetëvendosje Guxo dhe Alternativa, në vazhdimsi jemi duke bërë përpjekje për zhbllokimin e kësaj gjendje ose kësaj situate dhe rrjedhimisht jemi duke kryer detyrimet tona ligjore dhe kushtetuese duke marrë pjesë në seancë, po jo vetëm duke marrë pjesë në seancë, por edhe duke marrë pjesë në proces të votimit, ashtu siç është e përcaktuar me vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014. Nikosisht është shumë e rëndësishme, vetëm ta përfundoj, nikosisht është shumë e rëndësishme të potencohet që meqense ka sot një përfolje të vazhdueshme rreth emrit, ne ende nuk kemi ardhur deri tek propozimi i emrit. Ajo që na duhet prej një numrit konsiderueshëm të seancave, përpjekja jonë është e vazhdueshme është që ne ta kemi një proces të votimit të fshet në të cilën nikosisht edhe kjo si temë është e përcaktuar në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese për shkak se ato thuhet që votimi mund të jetë i hapur, por mund të jetë edhe i fshet. Ne kemi vlerësuar që vullneti i një mend dhe ndërgjegja që mund të thirrët secili deputet edhe individualisht mundet me kontribu në proces të zhbllokimit të situatës edhe konstituimit të kuvendit dhe futjes në afate ligjore dhe kushtetuese për mandatarin e qeverisë. E para, pikat e rënit ditës që janë përcaktuar në mbledhjen e të cilën ti po ju referuesh nga kryetari paraprak i kuvendit zoti Glau Konjufca, mes tjerash e ka edhe përveç verifikimit të mandateve zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Do thotë ajo është si pikë e rënit ditës, përveç se ka ndryshuar modaliteti prej një votimi të hapur në votim të fshet. Që kjo është e njëjta pikë e rënit ditës. Ndërsa sa përket çështjes së përpjekjeve, momenti kur kryeministri në detyrë Albin Kurti ka ftuar partitë politike opozitare për të marrë pjesë në një diskutim, këtë rast ftesa ka qenë për Partinë Demokratike të Kosovës që e ka pranuar ftesën dhe për Lidhjen Demokratike të Kosovës që e ka refuzuar ftesën, edhe ka deklaruar që institucioneve dhe Kosovës i duhet një marrëveshje politike. Ky takim ka pas për synim arritjen e një marrëveshje për dakordimin për konstituimin e kuvendit edhe zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarit të kuvendit nga shumica shqiptare. Ky takim, do të thotë dihet epilogu, ka marrë pjesë kryetari i PDK-s, jo i LDK-s. Meqense LDK-ja kanë qenë kategorik se vendit i duhet një marrëveshje politike për me dalë prej kësaj situate, atëherë kryeministri në detyrë, kryetari i lëvizjes vetëvendosje, edhe bartësi i koalicionit vetëvendosje Guxo dhe Alternativa, i ka dërguar një ofertë Lidhjes Demokratike të Kosovës për bashkëpunim edhe bashkëqeverisje. Nëse këto dy veprime, edhe ftesa për dalë nga gjendja për të me zgjedhë kryetarin e kuvendit edhe nënkryetar, edhe ftesa për koalicion që është drejtuar LDK-s, ti konsideroni që nuk janë veprime të ndërmarra, atëherë nuk di se ku me gjetë fjalor për me të binë ty dhe ata bashkë me dimtarë, sikur jo që ne nuk kemi ndërmarrë asnjë veprim. Po, unë mendoj që, sikur se kam thonë në vazhdimsi, emri e Albulena Haxhiut nuk është problemi. Mendoj që jemi duke hinë hak edhe si shoqëni, duke e targetuar dhe duke ja vendosur barrën e përgjegjësisë Albulena Haxhiut se s'po kemi kuvend të konstituuar. E drejta e kemi thonë në vazhdimsi, ekskluzivisht i takon lëvizjes vetëvendosje për emrin që e përcakton. Nuk mundet dikush një të drejtë që ta ka dhuruar qytetari edhe gjykimi i gjykatës kushtetuese që dikush nga partitë opozitare që janë humës të mëdhenj të zgjedhjeve më ardhur me ta përcaktuar se kush është emri i përveç. Se në këtë logjik atëherë duhet që ne me përcaktuar se kush duhet me qenë kandidati i pranueshëm nesër për lëvizjen vetëvendosje nga rrobat e PDK-s e LDK-s për nënkryetarin e kuvendit. Por tani për tani, ajo që është shumë e rëndësishme më potencu është që ende nuk kemi shku tek emri i përveçshëm se kush është kandidati.